Në legjislacionin ton nuk ekziston një park që quhet Vjosa Narta, pra është një park i Vjosës dhe një tjetër park i Nartës, domethënë nuk është park i përbashkët ky. Dhe për këtë arsye u mundova që t'ju informoja kur kam qenë këtu përpara 3 javësh dhe mendoj që një gjë e tillë është bërë qëllimisht, domethënë që këto dy parqe të përmenden dhe të bashkohen me njëri tjetrin qëllimisht, pra që t'i referohen si parku i Vjosës dhe Nartës. E di për luftën e mirë që keni bërë për parkun e Vjosës. Pra parku i Vjosës është zonë e mbrojtur 100% dhe ne jemi i vetmi vend që ka një park të tillë në Evropë dhe besoj që ju duhet mësoni prej nesh në këtë aspekt, mos na jepni mësime. Sepse neve kemi anuluar shumë leje ndërtimi në parkun e Vjosës. Sigurisht ju keni bërë një ankesë lidhur me aeroportin e Vlorës, por edhe lidhur me këtë pikë duhet ta dini që aty ka pasur një aeroport shumë kohë më përpara dhe është një aeroport i cili është ndërtuar nga italianët, fatkeqësisht. Nuk ju ndërpreva, unë e njoh realitetin në vendin tim shumë herë më mirë se sa ju, kështu që ju lutem më respektoni në bazë të dispozitave të rregullore të Parlamentit Evropian. Neve ne na nevojitet një port në jugun e Shqipërisë dhe kjo lufta për aeroportin e Vlorës nuk ka të bëjë fare me çështjet mjedisore, por ka të bëjë vetëm thjesht me konkurrencën. Çdo gjë lidhet me konkurrencën. Pra thuhet që Shqipëria nuk duhet të ketë aeroport në jug dhe e dim arsyeën sepse sa thon kështu, por ne na nevojitet një aeroport në jug. Kështu që shpresojmë që vitin që vjen të kemi mundësi që të fluturojmë drejt për së drejti nga Vlora në Strasburg. Dhe do propozoj që takimi të bëhet në Vlorë dhe gjithashtu do ju ftoja që të vinit dhe të realizonit një mision fakt mbledhës të gjithë bashkë, jo për të bërë politik, jo për të marrë likes dhe jo për të ndarë lajme në media sociale duke përdorur Shqipërinë, por për të shkuar dhe për të parë se si është situata në terren. Në 2014 ne prezantuam moratoriumin e gjuetisë për të ruajtur jetët e flamingove. Në 2015 kemi krijuar për herë të parë agjenci kombëtare për zonat e mbrojtura. Në vitin 2023 parku i një prej parqeve kryesore, domethënë është njohur si parqet e zonës së Vjosës. Dhe në të njëjtën kohë më pas parku i Vjosës u njohet dhe nga UNESCO-ja si zonë e posaçme. 21.7% e gjithë territorit të vendit tonë është zonë e mbrojtur. Kemi 12 parqe kombëtare kategoria 2, kemi 11 peizazhe të mbrojtura. Dhe ky është dallimi midis një zone të mbrojtur dhe peizazhit të mbrojtur. Sipërfaqja e tokës së cilët ju përmendët, domethënë kjo pjesa e tokës këtu, është tokë private. Por ajo çfarë u tha nuk ishte saktë. Pra nuk ka leje të dhënë ende, ndërkohë që ndikimi mjedisor do të vlerësoj ndikimet e mundshme mbi biodiversitetin, habitatet, lagunat, burimet ujore, habitatet e kështu me radhë. Procesi do të vazhdojë konsultimet publike, do të sigurojë transparencë me komunitetin lokal po ashtu. Dhe objektivi ynë është që të promovojmë turizëm të qëndrueshëm që hap vende pune, sepse kemi nevojë për më shumë vende pune. Pra jemi gjithashtu të bindur që të thithim investime si dhe do të garantojmë ose do të mbrojmë të gjitha aspektet mjedisore. Garantojmë të gjithë palët europiane që çfarë shton në rezolut në kohën përkatëse. Pra është e rëndësishme që shikohet gjithë kuadri, pra shikohet rritjen ekonomike, domethënë ruajtja e natyrës dhe rritja ekonomike shkojnë paralelisht me njëra tjetrën. Pra nga njëra ne duam që të zhvillohemi, por gjithashtu dëshirojmë që të ruajmë natyrën.
Dhe kjo është mënyra për të shkuar drejt një Shqipërie më të zhvilluar, por edhe më të gjelbërt. Është e rëndësishme që ju të dëgjoni të gjitha palët dhe të mbledhni informacionin vërtet, sepse mendoj që lufta më e madhe për demokracinë është lufta ndaj disinformimit. Edhe kjo është një luftë të cilën duhet ta luftojmë bashkërisht.